Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me biseda në studio. Kanë mbetur edhe pak kohë kur partitë politike do të prezantojnë para KQZ-s koalicionet parazgjedhore dhe për këtë arsye partitë politike po i shfrytëzojnë momentet e fundit për të bërë koalicione të mundshme me subjekte apo edhe me individ. Derisa në lidhjen demokratike të Kosovës është ndërsuar një person i njohur siç është Ermal Sadiku, në anën tjetër në Partinë Demokratike të Kosovës ka bërë koalicion Eman Rahmani, i cili udhëheq listën për familje, ka bërë një koalicion parazgjedhor. Dhe për këtë arsye në pjesën e parë të emisionit frontal për lidhjen demokratike të Kosovës, për zhvillimet që po ndodhin në këtë subjekt politik, mirë po edhe për zhvillimet në komunën e Prishtinës, e cila është bllokuar për shkak të mos funksionimit të trafikut urban, do të flasim me Alban Zogën, që është anëtar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, e po ashtu edhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Kurse në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me Eman Rahmanin, pra dikur ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës, tash udhëheq listën familje, ai sot gjatë ditës ka bërë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Do të kemi edhe shumë informacione, por para se gjithashtu titujt kryesor. Partitë shtojnë aktivitetin PDK dhe lista për familje bashkë në zgjedhje aderime edhe në LDK. Para një vjetorin nga sulmi në Ibër Lepens, policia njofton se një pjesë e kanalit është dëmtuar sërish, nuk dihet nga kush. Në moshën 40 vjeçare ka vdekur këngëtari i njohur Shpat Kasapi, ai përjetoi sulm në zemër derisa po qëndronte në Itali. Rreshtet e shiut u kanë vështirësuar qytetarëve që kanë transport publik, kur nuk e thot asnjë fjalë për këtë çështje. Emisionin frontal për sot do nisim me një ngjarje të rëndë. Në moshën 40 vjeçare ka vdekur këngëtari i njohur Shpat Kasapi. Ai përjetoi sulm në zemër derisa po qëndronte në Itali. Mbi gjitha, mëshirbërës, mëshiruesi jonë, krijuesi jonë, por besimin e thellë në Zot nuk e fshite asnjëherë. Dhe lutjet që ta ruaj atë dhe familjen, këngëtari shqiptar nga Tetova, Shpat Kasapi, e kishte të përditshme. Lutem gjithmonë që të më ruaj Zoti, kjo është lutja e parë, që o Allah, më ruaj nga të këqijat. Por, një ngjarje e rëndë ndodhi këtë mërkur, ku familjarët e 40 vjeçarit konfirmuan se Kasapi vdiq në Bologna të Italisë pas sulmit në zemër. Siç njoftoi ish gruaja e tij, ata shkuan së bashku për ta mundësuar trajtimin e djalit të tyre 3 vjeçar tek logopedët më të mirë. Ndërrove jetë në krajet e mi, o jetë. Sa të lumtur ishim që më në fund roelit, po i bëshin dokumentat në Itali, që të mund të qonim sa më shpejt tek logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar, dhe as kush nuk e di. Nuk pritet ta dëgjoje duke të thirrur babi, nuk prite Shpat. E vdekja e tij, pos familjarve, ka tronditur edhe kolegët e Shpat Kasapit në komunitetin artistik. Nën emocione të rënda, kolegja e tij, po ashtu nga Tetova, me novkën Big Mama, tregoi se kënduan së bashku para 10 ditëve. Era e fundi që u taku me Shpatin ishte para nuk ka as dhe ditë, ishim me një program festiv viti 3, edhe me di që ma la kujtimin më të bukur këndum një këngë bashkë aty, sikur se e ndjen se do t'jetë shumë e ratë. Sikur se e ndjen këngën se do t'jetë kujtimi i fundi që do t'na lënë, se kishim plan bëjmë duet në atë moment. Shpati dhe dha bika tha e këndojmë tha bashkë këngën, sa i zezo me qemi të dy tetovar. Të shokuar dhe të mërzitur nga ky lajm, u shprehën edhe të tjerët në skenën muzikore kosovare. Jam i shokuar, i pa fjalë, pothuajse, sepse kur e mora vesh lajmin në mëngjes, ishte diçka që u thy gjithçka brenda meje, sepse kam pas shumë mik edhe kam mbet pa fjalë. Ishte lajmi i fundit që kisha mujt me prit, të pas parasysh moshën e Shpatit, dhe ishte shumë tragjike. Nuk po mundem me orë vetja që jemi sinqert akoma.
nuk e di as arsyet, as shkaqet, as si e pse, po me të vërtet na ka mërzit shumë. Menaxhmenti i Shpat Kasapit deklaroi se së shpejti do të njoftohen të gjithë rreth detajeve të plota mbi procedurat e varrimit. Ato kanë kaluar një periudhë me kujtime të bukura duke i dëgjuar këngët e mia. Një lajm i rëndë, pra jo vetëm për familjen, për shqiptarët e Maqedoninë e Veriut, mirë po edhe ata të Kosovës, edhe ata të Shqipërisë, të cilët kanë reaguar, madje edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas lajmit për vdekjen e këngëtarit të dashur shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Shpat Kasapi. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për një ngjarje që ka ndodhur në Mitrovicën Veriore. Pak para një vjetorit nga sulmi në Ibër Lepens, policia njofton se një pjesë e kanalit është dëmtuar sërish, mirë po nuk dihet se nga kush. Në prag të një vjetorit të shpërthimit në kanalin e Ibër Lepensit, u dëmtua sërish kanali. Rasti ka ndodhur gjatë së martës ku një punëkryes e gjeti një pjesë të mbulesës së dëmtuar nga dora njeriut. Me të parë dëmen ai lajmëroi policinë e Kosovës, të cilët aktualisht po hetojnë rastin. Më datë 25/11/2025, rreth orës 12:15, ankuesi punëkryesi në kanalin e Ibër Lepensit ka raportuar se Cerada Najloni, i cili ka qenë i shtrirë në bypass, ju është dëmtuar. Vlera e dëmit sipas ankuesit është rreth 3.000-4.000 euro. Në vend të ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe kanë kryer vendshqiqimin. Në lidhje me rastin është njoftuar edhe prokurori i shtetit dhe rasti është hapur asgjësim apo dëmtim i pasurisë. Rasti është nën hetim. Kjo ngjarje korrespondon një vit pas shpërthimit ku Kosova akuzoi Serbinë duke u cilësuar si një nga aktet më të rënda terroriste që nga pas lufta. Pas këtij rasti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës patën konfirmuar se në hetim janë përfshirë dhe agentë të Byros Federale të Hetimeve. Mirë po një vit pas, as nga FBI e as nga Prokuroria Speciale nuk kanë dhënë ndonjë informacion se ku kanë shkuar me hetimet. Ajo që dihet deri më tani është se autoritetet e Kosovës kanë arrestuar 10 persona të dyshuar për lidhje me shpërthimin në kanalin Ibër Lepens dhe kanë sekuestruar armë dhe eksploziv. Megjithatë, vetëm Dragisha dhe Jovan Vicentejević janë dërguar në paraburgim. I dëmtuar është edhe kulmi i ndërtesës së Institutit Albin Algjek, për këtë arsye sa herë po ka arreshje, ato po depërtojnë brendësi. Janë vendosur në çdo step të zyrave. Këto kova po mbledhin ujin që depërton brenda objektet nga rreshjet e shiut të çdo ditë. Rreshjet e fundit të shiut kanë ndikuar që brenda objektit të Institutit Albanologjik të pikoj uje, e kjo si pasojë e kulmit të parregulluar. E gjendja e pllakave të përgjysmuara pamundsojnë edhe përdorimin e energjisë elektrike. Si pasojë, e gjithë hapësira e institutit është në terrkët të mërkur. Për të mos u dëmtuar më shumë, veshje tradicionale e eksponatet u zhvendosën nga vendi i tyre tek bufeja e institutit. Megjithatë, nuk ju shpëtuan dëmtimet. E salla kryesore, Muzeu Etnologjik, është hapësira më e dëmtuar. Kjo situatë përsëritet që 4 vjet sa herë që moti është i ligë. E shenja vetë është i dëmtuar skajshmërisht për shkak të rreshjeve të vazhdueshme të shiut, sidomos gjatë stineve të vjeshtës, dimrit dhe fillimit të pranverës. Për renovimin e kësaj çështje kishin adresuar çdo herë kërkesa tek institucionet. Vazhdimisht kemi bërë kërkesa, por ka pas një ngadalësi vrastare nga ana e institucioneve, nuk i është bërë vonë, edhe i kanë shkuar punëve me një javashllëk të çuditshëm. E tek tani Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka ndarë një tender për renovimin e kulmit dhe ulluqeve të brendshme vertikale. Shuma që planifikohet të sanojë këto probleme është 124.000 euro. Mirëpo punimet në terren s'kan filluar ende. Për të kuptuar se kur do të nisin, televizioni ka provuar të kontaktojë me moshtin, por ata ishin të paqasshëm. Flasim tash për të lashët që kanë punëtorët që punojnë pra tek trafiku urban, mirë po edhe tek transportuesit privat, për shkak se ata ka muaj që nuk janë paguar për punën që bëjnë, ndërkohë sot është dita e tretë kur ata po vazhdojnë protestën.
janë të vetme që po shfrytëzojnë autobusët e trafikut urban. Të gjitha linjat e urbanëve të Prishtinës edhe të Mërkurën ishin në dispozicion veç për punëtorët. Këta u mblodhën sërish pranë objektit të komunës në ditën e 3 të protestës. Sërish autobusët u parkuan në rrugë. Teksa po mblidheshin, policia e Kosovës po bënte edhe një herë me dije të drejtat. Asmoti Ligs ndikoi që punëtorët e transportit publik e privat të kërkojnë ekzekutimin e pagesës. Para kërkesave, Ilmi Gashi nga Sindikata e Trafikut Urban u kërkoi falje qytetarëve. Një falimnderim i veçantë shkon për qytetarët e Prishtinës, edhe një kërkim falje për ta, në pamundësitë asona që jem bërçli ndaj tyne për të kryer shërbime. Në këto kushtet të cilat po ndodhemi, jo me dëshirën tonë, por me imponimin. Gashi shpresën e ka te seanca e jashtëzakonshme. Urime dhe për këta si duket kanë filluar me reflektu. Kryetari i Komunës Prishtinës, zoti Parparim Roma, ka thirrë asamblehen për nesër në orën 15, me gjas do të kryet kjo punë, do të përfundoj, metet me fatë shumë, jemi shpresojmë. Kurse Ismet Haliti nga sektori privat fajin po e lë tek dy palët. Për shumë fajtor ndoshta dy partë, ose po do më largu prej politike, sepse autorët tonë janë gjitha partive, gjitha kategoritë, kështu që kemë respekt njëjtë për gjithë. Edhe nuk po do më përzgrin politik as pak, i do mjetet tona, me dalë llogaritë tona, me shliu bërset tona, me pagu pagat dhe me fillu punën. Edhe këta shpresë kanë të njëjtën. Ndryshe nga dy ditët paraprake, këtë herë nga komuna si takoi askush. Në orën 1 sot përfundojmë protestën, por nuk doli askush prej organeve të komunës me na drejtuar sot mosës. Ndërkohë protesta do të vazhdojë deri në alokimin e të hollave nga ana e qeverisë. Pra, kjo situatë është krijuar për shkak se komuna nuk ka para për të paguar këto borxhe, ndërkohë këto para është dashur që t'ja vendosë në konto Ministria e Financave Qeverisë Republikës Kosovës. Për këtë çështje sot është pyetur kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe kjo ka qenë përgjigjja e tij. Po shumë suksese. Realisht nuk ishte përgjigje nga ana e kryeministrit të Kosovës për gjendje në të cilën janë mbetur pra trafiku urban mirë, po edhe transportuesit privat. Dhe në mungesë të këtyre autobusëve, atëherë po përfitojnë taksistët ilegal. Fillimisht akordimi për çmim. Kur shifra është e lartë, udhëtarët hoqëndor nga negociata. Pritja vazhdon për një transport tjetër që këtu ditë është zgjidhja vetme për lëvizje brenda Prishtinës. E kur automjeti u ndalet para këmbëve, lufta për të zënë vend është shumë e madhe. Kur vend nuk siguronin, pritja e qytetarëve në stacione po vazhdon deri në kombibusin e radhës. Mungesa e transportit urban në ditët me shi më së shumti po dëmton qytetarët. Kom pejtreshje marrë të kusht, edhe pamina kom të të më shkuar. Katastrofën e smojnë që 7 vjetë që shtu ma keq. Moti like blokimi rrugëve me autobus gjatë tërditës shkaktoi kolona të gjata. Në këmbë deri në punë po shkon edhe një tjetër qytetare. Qore pa do, qore s'pi. Qysh pja bëni që s'ka autobus, me qka kurtani? Kom. Të dëmtuar nga kjo situatë, dikush tjetër konsideron që janë qytetarët e punonjësit e autobusëve. Dhe dy palët, edhe si për pasagjerë, dhe si për punëtorët e trafikut urban, është një gjendje shumë e rëndë. Disa nga pritorët ishin plotë, disa të zbrazura. Mungesa e autobusëve urban po i detyron që të paguajnë 2 fishin me taksi. Kjo gjendje duhet mu sanu sa më shpejt që është në mund, akterët që janë përgjes duhet jopin përgjesi, qytetarë duhet me kuptu se cilat janë obligimit e se cilit akter që është i përfshin këto. Nga e hana këta po udhtojnë me transportues privat, shumë nga ta ilegal në mungesë të trafikut urban. Situatë me buxhetin është e njëjtë si me komunën e Prishtinës, ashtu edhe me komunën e Gjilanit. Për këtë arsye, 300 punëtorë në komunën e Gjilanit nuk janë paguar që 2 muaj dhe është paralajmëruar se dhe atje mund të ndodhi kaos. Pastërtia vërihet në çdo ambient të shkollës, por krejt këtë përkujdesje për hapësirat publike mbi 300 punëtorë teknik në Gjilan po e kryejnë pa asnjë cent. Që 2 muaj, komuna nuk i ka ekzekutuar pagat për këta punëtorë, të cilët menaxhohen nga ndërmarrja tregu. Ka pas vonesa
ka pas vonesa 70 ditë që 10 ditë që mirë po të kaluar jo. Çaja ka qenë gjajtë, domethënë. Edhe unë mendoj që domethënë këtë blokadë e kanë pru inatet politike, domethënë që se kanë votu kuvendin komunal Gjilanit me kohë, se kanë votu buxhetin edhe për atë domethënë edhe ka shkaktuar çdo të lashe. Veseli, si kryesindikalist, tregon për vështirësi që mbi 300 familje të funksionojnë pa të ardhura. Është gjendje me të vërtetë shumë e rëndë, është gjendje kaotike, punëtorët ka probleme shëndetësore, punëtorët nuk mund të sigurojnë banat e tyre, nuk mund të sigurojnë edhe kamshatin e gojës, që kom pas domethënë prej punëtorëve që kanë thirrë jo siguru mënyrë alternative, domethënë mundësi për me ble mallra ushqimore. Ndërkohë, kryeshefi i ndërmarrjes Tregu thotë se vonesat në ekzekutimin e pagave u shkaktuan si pasojë që su votua buxheti me kohë. Buxheti i komunës së Gjilanit duhet ta amendamentohet në ligjin, e ata mundet me bë vetëm kuvendi, nuk mund me bë dikush tjetër. Tash do të kem të lashe, besoj do të kem të lashe, pavarësisht edhe nëse bën ndonjë pagesë, konsiderohet që do të ketë të lashe edhe në muajt në vazhdim deri në amendamentimin e ligjit të buxhetit. Ndërmarrja Tregu nuk ka të hyra të mjaftueshme që të paktën përkohësisht të paguaj pagat e punëtorëve që janë të punësuar nga komuna e Gjilanit. Faktikisht pa konstituimin e kuvendit edhe formimin e qeverisë së re, do thotë apo kuvendi i ri nuk do të ketë zgjidhje të përhershme, do të ketë ndoshta ndonjë zgjidhje ad hoc për momentin një pagesë, një diçka, po besoj që rrjedha e pagesave të rregullta veç atëherë besoj që ka lënë binare. Opozita në Gjilan thotë se faji krye KPOT qëndronte kryetari Alban Hyseni. Që 4 vite ka menaxhu me komunën, që 4 vite o kanë vetë sudi e vetë ka di. Nëse ka bon gabime ti, ato i ka bon gabime personalisht vetë kryetari Alban Hyseni. Ka ndryshime, ka prekjen e kode buxhetore. Tash, ne ende nuk e dim se nuk e ka servu hala një raport të punës tij. E vetë Hyseni nuk u përgjigj gjatë të mërkurës në telefonatat e T7 për të dhënë një qëndrim për këtë problematik. Drisa punëtorët teknik që protestuan të hënën e mbajtën grevë të martën e të mërkurën, thonë se masa do të ashpërsohen në rast se nuk ju bëhet zgjidhje. Një blokadë totale domethënë në komunën e Gjilanit sa i përket shkollave, institucioneve, gjitha institucionet punojnë ka punëtorë. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca ndaj zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, Departamentit për Patent Shofer. Të njëjtit ishin arrestuar për marrje rishfeti me qëllim lehtësimit të marrjes së patent shoferëve nga kandidatën. Njëra prej këtyre të akuzuara është edhe nëna e një reperi të njohur, ajo është deklaruar e pafajshme. Punën e Departamentit për Patent Shofer i solli në bankën e të akuzuarve. Një instruktor dhe 4 zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës dyshohet se kesh përdorën pozitën dhe mbi ta rëndojnë akuzat për korrupsion. Me të filluar shërtimi gjyqësor, gjyqtari Agim Kuçi pyet emërat të akuzuarit për të dhënat personale. Pas verifikimit, fjala i dha prokurorit për ta lexuar këtë akuzën me të cilën ngarkohen 5 të pranishmet në gjykatore. Andera Alita Bari, duke pasur cilësinë e personit zyrtar, instruktorët në autoshkollën AFA BCN. Pas pretendimit për marrëveshje paraprake kinse në ekzamen e caktuar nga MMPHI për zhvillimin e tezit praktik adit në mënyrë të drejtë për drejtë, reprezentantë për përfitimet të kundërligjshme të policisë pasore të rrethën, duke reaguar në kundërshtim me detyrat e saj zyrtare. Në arrestimin e instruktorës dhe 4 zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës u përdorën edhe mosa të fsheta, ku nga to u mbledhën dëshmi të shumta që faktojnë kryerjen e veprave penale. E Pandera Ferie Selimin, në datë 01/04/2025, në orën 18:40, duke qenë në cilësinë e inspektorës në Departamentin e Autoshkollave, në qëllim të mundësimit të licencimit të autoshkollës AFA BCN, pa plotësuar kushtet ligjore, duke vetuar me dashje dhe me dëni në tejkalim të detyrave dhe kompetencave të saj ligjore, në qëllim të plotësimit dhe përgatitjes së dokumentacionit për licencim. Veprime këto të cilat i kanë paraprit procedurës së licencimit pa plotësuar kushtet ligjore nga ana komisore. Pas gjitha këtyre dëshmive, prokurori njoftoi veprat penale me të cilat ngarkohen të akuzuarit. Të Panderët, Ferie Selimi, Dilan Çupera,
Albert Muzaçi dhe Vjoca Viçaj në bashkëye ka bërë veprë penale keq shpërblimi pozitiv apo rezultuar nga 414 paragrafi 1 lidhur me një trotë një të kodit penal të Republikës së Kosovës. Secili veç e veç nuk e pranuan fajen, mes tyre edhe nëna këngëtarit të njohur Getar Selimit. E konsideroni veten fajtore apo pafajshme? Pafajshme. 5 akuzuar në këtë rast u arrestuan gjatë planit operativ të njohur si Patenta me 12 qershor të këtij viti. Flasim tash për aktivitetet e shtuara të partive politike të cilat ka nisur arritjen e koalicioneve në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Nuk kanë shumë afat për ta bërë një gjë të tillë, për këtë arsye ato po përshpejtojnë për të siguruar ato koalicione të cilat eventualisht mendojnë se mund t'ju sjellin fitore. Kështu ka vepruar Partia Demokratike e Kosovës, e cila sot ka bërë një koalicion me listën për familje, koalicion ky që udhëheqet nga Eman Rahmani. Kurse në anën tjetër, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka pritur dhe ka mirë pritur figura të rëndësishme që do t'jenë pjesë e listës zgjedhore të këtij subjekti politik. Ata janë një, si politika ashtu dhe politika në interesa edhe në këtë kopjen e shtetit janë të përbashkët dhe nuk kanë asnjë dallim. Në vitin 2020 deklaronte se PDK-ja e LDK-ja janë një lloj përgjegjëse për kopjen e shtetit. Por këtë të mërkurish deputeti Eman Rahmani i harroi ato që i thoshte para 5 viteve. Ky së bashku me disa anëtarë të tjerë të listës për familje hyn në koalicion para dhe pas zgjedhor me Partinë Demokratike të Kosovës. Qëllimi i këtij koalicioni, kësaj marrëveshje, është që bashkojmë forcat në funksion të asojna që bëjmë progres edhe ta ndryshojmë gjendjen vend. Tu përfshi ekonominë, drejtësinë, arsimin, shëndetësinë, energjinë, sigurinë dhe normalisht të pas kujdes edhe për mirëqenien dhe familjen. Më herët gjatë ditës Hamza zyrtarizoi edhe aderimin e hematologut Adriatik Berisha, i cili ishte përkujdesur për baban e Hashim Thaqit kur ishte i sëmur. E ndonë se po diskutohet, Lidhja Demokratike e Kosovës ende nuk e ka finalizuar marrëveshjen për bashkëpunim me nismen e Fatmir Limajt. Ka pas bisedime parimore, nuk thom që s'ka dhe teknike, por janë në përmbajtjen që atë që ka thonë vetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës pas takimit të kryesisë. Megjithatë, gjatë ditës njoftuan për aderimin e inxhinierit Ermal Sadiku në subjektin e tyre politik. Ndërkaq analisti përfolur për aderim në këtë parti Agon Maliqi mohoi një gjë të tillë. Edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj njoftoi se partisë së tij ju bashkangjit hidroinxhinieri Mumin Morina. Sigurisht do të flasim për këto angazhimet e partive politike në prag të fushat, realisht fushata do të jetë pak më vonë, mirë, po partitë politike tashmë kanë nisur fushatën, sepse KQS ka vendosur vetëm 12 ditë për të zgjedhje jashtëzakonshme dhe sigurisht partitë politike nuk e presin në momentin për të filluar zyrtarisht fushata, mirë, po aktivitetet e nisin qysh dhe i ka nisur. Mirë, po një ndër aktivitetet që po bëjnë partitë politike është arritja e koalicionit me partitë të ndryshme apo dhe pajtimi për individet të cilët do të jenë pjesë e subjekte politike për të garuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat do të mbahen me 28 dhjetor. Sigurisht kjo datë ka qenë shkundërshtuar nga një pjesë e spektrit politik, duke cilësuar si datë jo përshtatshme për të mbajtur një proces zgjedhor 2-3 ditë para festave të vitit të ri, sidomos në një kohë kur vëzhguesit ndërkombëtar të cilët do të garantonin edhe funksionimin normal të këtij procesi do të ishin prezant. Mirë, po mungesa e tyre është e prekshme, duke qenë se po flasim për një kohë kur pra ata shkojnë për të festuar festat e fund vitit dhe ata nuk mund të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Sido që të jetë, partitë politike janë duke bërë gati për këtë proces, sikur që janë duke bërë gati edhe kandidatët për deputet. Kishim planifikuar që Eman Rahmani ta kemi në studion e emisionit frontal, mirë, po siç e dini të nderuar shikues që jeni dëshmitar edhe ju për situatën e krijuar, pra për kaosin e krijuar në trafik në mungesë të autobusëve të trafikut urban, mirë, po edhe të autobusëve private, të cilët tash e sa kohë janë në grevë për shkak se nuk janë paguar nga komuna e Prishtinës. Në anën tjetër, komuna e Prishtinës është duke pritur buxhetin nga Ministria e Financave dhe asgjë nuk po ndodh. Pra është bllokuar Prishtina, siç është bllokuar edhe mysafiri im, të cilin unë përshëndes dhe falenderoj që
edhe në këtë formë pranoj që tjetë pjesë emisionit frontal. Me mua, pra në lidhje direkte është Eman Ramani. Përshëndetje, Eman. Përshëndetje atë. Faleminderit shumë, ja u sqarova shikuesve arsyen pse po komunikojnë në këtë formë, sepse ne kemi planifikuar që të jemi në studion e emisionit frontal, po megjithatë besoj që edhe në këtë formë do të kemi një komunikim normal, le të themi. Faleminderit shumë, po të kërkoj ty falje edhe shikuesve, por e pamundshme me ndërrin kohën e tunë për shkak edhe të angazhimeve, edhe pse provova me u nis nga 30 minuta para kohës që kemi pas, po fatkeqësisht kemi mbet bllokuar komunikacion. Bllokuar komunikacion, bllokuar në aspektin tjetër edhe politik, për shkak se institucionet e Republikës së Kosovës nuk ka, tash po shkojmë zgjedhje jashtëzakonshme, jo do të jeni në listë me Partinë Demokratike të Kosovës pas një koalicioni që u arret. Po, sot kemi zyrtarizuar edhe koalicionin me Partinë Demokratike si grup i deputetëve që kemi garuar në zgjedhjet e fundit në koalicionin për familje. Pra, veç se e kemi zyrtarizuar dhe do të jemi pjesë e listës për deputetën në të zgjedhje në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës. Kem pas diskutime të vazhdueshme me gjitha subjektet politike. Shumica prej tyre kanë pranuar gjitha kërkesat që ne kemi pas si koalicion, për kësaj falenderoj gjitha ato subjekte, që kanë pranuar, por që natyrisht si grup punues që jemi kemi marrë vendim me shumicë votash që në këto zgjedhje të garojmë në koalicion bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës, e që falenderoj jashtëzakonisht shumë kandidatin për kryeministër dhe njëjtë kryetarin e PDK-s, zotri Bedri Hamza, për konstruktivitetin, për mundin edhe angazhimin që ka bërë që të jemi bashkë me një koalicion që besojmë që do t'i ofrojmë vendit një qeverisje të mirë, një qeverisje cila i ruan edhe vlerat familjare, edhe vlerat njerëzore, por mbi të gjitha angazhohet për zhvillim ekonomik, për mirësim të shëndetësisë, arsimit, edhe të këtij kaosit që po e shohim sot në rrugët e Prishtinës. Po e përjetojmë çdo ditë. Mirë, po kjo qeverisja të cilën ju e përmendit, ka munguar tash 5 vite, 4 vite? Unë duke qenë pjesë e asaj legislature, kam mjep gjitha qëndrimet rreth asaj qeverisje, mendoj që koha dhe vendi është për një orientim ma praktik të vendit, sidomos duke u largu prej narrativës të përçamjes popullit, ndamjes gjithë shkafit në linja ekstreme, kështu që përveç zhvillimit ekonomik e gjithë shka tjetër duhet të angazhohemi e të bojmë, është një rrugtim i ri që na kemi vendosur qysh, domethënë vitin e kaluar, por që natyrisht ai do të jetë rrugtimi dhe vazhdimi i rrugtimit tonë. Kemi gjetë hapësinë që na është ofruar te PDK-ja më shumë me i shty çështjen e kauzave tona. Kurse sa i përket qeverisjes, natyrisht qytetari është në fund që vlerëson edhe para neve dhe para secili. Në fakt, në zgjedhjet e fundit është vlerësuar, le të themi, qeveria Albin Kurtit, duke pas parasysh rezultatin që është arritur, pra 42% për një parti që ka udhëhequr për 4 vjet, një ramje jo shumë e theksuar. Natyrisht të qenë për 4 vjet qeverisje, për herë të parë në vendin tonë një subjekt politik pa nevojën e ndaj koalicionit, dhe në zgjedhjet tek e shkurtit ka humbur 10 deputet. Do të thotë nëse merr krahasimin, nuk e di që ka pas raste, domethënë kanë qenë minimale rastet që ka zvogëlim për 10 deputet, edhe absolutisht është periudhë që njerëz nuk mundet me u ndryshu, por që sido që të jetë, ka njerëz që ju pëlqen kjo qeverisje dhe mendojnë që është e duhur, është e drejtë demokratike edhe me bë vlerësimin edhe me bë. Unë s'kam qenë i kënaqur, edhe për shkak të çështjeve të kauzave të cilat i kemi ngrit, po edhe për shumë arsye, sidomos çështjeve të cilat i kemi ngrit qoftë në aspektin e pagës minimale, e pensioneve, e shumë çështjeve të tjera të cilat i kemi ngrit sa kemi qenë pjesë e kuvendit edhe duke qenë edhe pjesë e atij subjektit, por që pastaj edhe në fund fundit janë vlerësimet qytetarëve ato të cilat vendosin se si të qeveriset vendi edhe qytetarët. Çka është më mirë në Partinë Demokratike të Kosovës, diçka që ka munguar në lëvizjen vetëvendosje që ju e braktisët? Unë nuk jam për me vlerësu Partinë Demokratike të Kosovës e as tashmë lëvizjen vetëvendosje. Na kemi platformë politike, të angazhimit tonë politik, koalicioni edhe marrëveshja që është bërë me Partinë Demokratike ka të bëjë me
pikat e programit qeverisë edhe të angazhimit tonë politik, cilat janë mirëpritë dhe janë pranu prej Partisë Demokratike, gjë që prej lëvizjes vendosje nuk kemi marrë një përgjigje pozitive për të njëjtat pika cilat ju kemi dërgu para se të lidhim marrëveshje. Këto pika janë pranu edhe prej lidhjes demokratike të Kosovës, pa ndonjë ndryshim, por që e thashë edhe më herët me shumicë vota skuadër grupit që e kemi ne, është vendos që në këto zgjedhje të shkohet në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Ka të bëjë çështja e kauzës për familje, ka të bëjë çështja e pensioneve, çështja e mbështetjes për nënat leona, janë kryesisht pikat e programit cilat na i kemi pas në zgjedhjet e fundit. Ato janë çështjet kryesore të cilat edhe do t'i shtyjmë edhe në këtë rrugtim politik. A e keni dhënë jo, ose a keni marrë një konfirmim nga Partia Demokratike e Kosovës edhe për çështjen e kodit civil, për çka jo, edhe për këtë arsye jeni larguar, le të themi, nga lëvizja vetëvendosje. Çfarë konfirmimi keni marrë nga Partia Demokratike e Kosovës për këtë çështje, për këtë pikë? Asnjë ligj i cili cënon çështjen e familjes nuk do të inicohet dhe nuk do të shtyhet nga një qeverisje e cila mund të jetë e jona e përbashkët. Do të thonë, edhe çështja e kodit civil, ne kemi thonë shumë herë që aty thjesht duhet me u largu disa nena të cilat e cënojnë familjen tradicionale shqiptare dhe absolutisht që pjesa tjetër e kodit civil aja veç zbatohet, sepse aty thjesht janë një tërësi e ligjeve që dojnë me u kodizu, sepse mbi 90% ekzistojnë ato ligje të cilat edhe parashihen në kodin civil. Thjesht është më shumë lehtësimi i procedurave, se sa ndonjë një ndryshim shumë i madh përveç tyre çështjeve të cilat i kemi ngritë si shqetësime, i kemi kundërshtuar edhe do të vazhdojmë i kundërshtuar çdo herë kudo që kemi aktivitetin politik, por që natyrisht unë po them që për këtë tema jemi edhe bashkërenduar dhe koordinuar që secila temë e cila cënon familjen absolutisht nuk do të ketë shtytje përpara nga askush prej nesh. A e patët vështirë pra bashkëpunimin me Partinë Demokratike të Kosovës, duke pas parasysh të kalumen brenda lëvizjes vetëvendosje dhe kritikat që keni pasur për këtë subjekt politik dhe për parti tjera? Unë çdo herë kam qenë kritik ndaj çdo aktiviteti me cilën kam menduar që është e dëmshme për vendin. Edhe të qenë në vetëvendosje, edhe të jem kritik për secilin veprim cilën besoj që nuk do të jetë i dobishëm për shoqërinë dhe për vendin çdo herë. Domethënë, unë nuk do të ndryshoj, sepse nuk kam ndryshuar asnjëherë dhe ky do të jem çdo herë. Kjo është dëshmu për gjatë gjithë përfaqësimit si deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, për këto besoj që jeni të bindur edhe jo, edhe qytetarët e Republikës Kosovës, domethënë nuk ka as kuptim e as një diçka për mua angazhimi politik në qoftë se unë ndryshoj qëndrime parime. Thjesht kemi një marrëveshje mbi të cilën kemi lidhur një bashkëpunim, edhe do ta shohim të ardhmen rreth implementimit të saj, që besojmë që me konstruktivitetin e treguar nga kryetari Hamza, besoj që do të jetë bashkëpunim konstruktiv edhe në dobi të qytetarëve. Kjo është ajo, pastaj ardhmja mbetet me dëshmu çështjen se sa ato do të jetësohen. Na, domethënë, edhe në kalumen edhe prej ish subjekt që qenë, kemi pas me qindra premtime, cilat as nuk janë realizuar dhe janë ndryshuar qëndrimet, por unë jam përgjegjës pse ata i kanë ndryshuar, unë jam përgjegjës për veprimet e mia, cilat unë i mbaj dhe qëndroj mbrapa tyne, për çka besoj që do të jetë edhe bashkëpunimi me Tudëkën dhe Bedri Hamza, një bashkëpunim i cili do të qëndrojë mbi parimet. Në fundit qytetari është ai që vlerëson secilin, edhe ata që qëndrojnë mbi parime, edhe ata që ndryshon parimet, qoftë për pushtet, qoftë për interesa të tjera, kudo qofshin ato apo agjenda të cilat munden me qenë pa dobishme për shoqërinë edhe vendin. Por rezultatet e fundit, pra rezultati i zgjedhjeve të fundit nacionale nuk ju bëri deputet juve. Arsyeja pse na sot jemi koalicion është pikërisht për shkak të rezultatit, edhe pse unë besoj që ka qenë një rezultat jashtëzakonisht i mirë në zgjedhjet, për shkak që na kemi pas një muj ditë aktivitet. Unë nuk jam largu prej subjektit politik deri në ditën e përfundimit të mandatit apo shpalljes së zgjedhjeve.
dhe as që kam provu me pos organizim të ri deri në atë moment kur jem largu. Që një muaj aktivitet është vlerësim i jashtëzakonshëm për punën që e kemi bo. Na po vazhdojmë atë rrugtim, atë kauz, edhe do të vazhdojmë edhe do të qëndrojmë deri në fund. Shumë e rëndësishme është që kemi kriju opinion publik, sot secili subjekt fol për Ministri për Familje, fol për çështje shtesash, çështje domethënë cilat asnjëherë më parë nuk janë diskutuar në fushata zgjedhore. Kështu që është një sukses të jashtëzakonshëm që ne kemi arritur edhe në zgjedhjet e kaluara, por mbi të gjitha është edhe një sukses cilin kemi arritur që me votën tonë, me ato vota të cilat i kemi pas, me pamundsu formimin apo vazhdimsinë e një qeverisje e cila ka qenë me agjendë e cila është tashmë edhe publike, që mendoj që të sënon familjen tradicionale shqiptare. Por shpresoj që të reflektojnë gjithë, jo vetëm natë, për shkak që qëllimi i angazhimit politik është edhe edukimi edhe përmirësimi i gabimeve tek secili. Çfarë do t'ju thoni votuesve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët dikur kanë qenë votues tuaj, në anën tjetër tashmë keni bërë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, që shihet një farë rivaliteti shumë i ashpër mes vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës? Unë secilin qytetar e shoh votues, edhe secilit votues kam qëndru në parimet për çka unë kam premtuar gjatë secilës fushat. Është vlerësimi secilit për punën dhe angazhimin cilën na nuk kemi drejt. Ajo çka unë ju garantoj secilit votues është që do të qëndrojmë mbi ato parime të cilat kam bërë gjatë rrugtimin tim politik, nuk do të nënshtrohem asnjëherë, do të jem mbrojtës i kauzës për familje, do të jem shtytës i zhvillimit ekonomik, do të jem i angazhuar për mirësimin e mirëqenies sociale, e shëndetësisë, e arsimit, për shkak që ky është amanet cilin ne dërgojnë qytetarët e Republikës Kosovës, dhe çdo pengesë i secilit veprim i cili cënon familjen, cënon edhe interesat e Republikës Kosovës. Besoj që tash me njohin aktivitetin publik temin, e kanë një mos krahasuese, absolutisht nëse ata besojnë edhe në këto vlera, cilat i kem pas për gjatë kësaj periudhe, kështu do të jemi, nuk do të ndryshojmë pa marrë parasysh koalicioni me PDK-n, është pasi mundësi e kthimit në sukses të votës mbështetëse, për shkak që dim sistemin tonë zgjedhor, ku duhet një numër jashtëzakonisht i madh për me u bë pjesë e kuvendit si subjekt politik, pra ta mundon ose me qenë 5 ose 6 deputet, ose as një deputet, edhe kjo është rruga cila rezultati i fundit na ka obligu që të bëjmë pjesë si koalicion me ndonjërin prej subjekteve politike parlamentare. Kryeministri i Republikës Kosovës mas 28 dhjetorit. Kjo çështje unë do të angazhohem që si kryeministër mbas zgjedhjeve të 28 nëntorit edhe krijojmë fitoren si koalicion, absolutisht që puna dhe angazhimi do të jetë që ta kemi Bedri Hamzën si kryeministër. Unë ka ra me punu gjatë 2 mandateve në komisione, një person shumë unifikues, një person shumë profesional, mendoj që është një ndër figurat të cilat sot i duhet vendit për zhvillim ekonomik, për stabilitet, për kthimin e normalitetit edhe në shoqëri, për largimin e këtyre përçamjeve, e fymjeve, e ndaj shoqërisë përgjithësi që është ka ndodhur. Kështu që angazhimi jon do të jetë që aq vota sa kërkojmë për organizimin ton politik, do të kërkojmë edhe për Bedri Hamzën që të jetë kryeministër i Republikës Kosovës. Kjo është edhe qëllimi i koalicionit, jo vetëm çështja e suksesit ton apo futja e ndonjërit prej njerëzve si deputet i Republikës Kosovës. Po. Çka ka Bedri Hamza që i mungon Albin Kurtit? Po ajo çka ka Bedri Hamza dhe cilat janë aspektet pozitive, e thash, e ka profesionalizmin, e ka përvojën, cilën mendoj që është e nevojshme për Republikën e Kosovës, thosh që duhet të krahasuemi me të tjerët, pastaj janë qytetarët për modelin e qeverisës që ata vendosin të zgjedhin për 4 vite tash. Eman, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal edhe në këto rrethana, por besoj që do të kemi rast që të shihem edhe në studion e emisionit frontal.
Shumë faleminderit edhe juve, me kënaqësi edhe ju kërkoj falje edhe juve edhe shikuesve. Shpresoj që të ardhmen të largohet ky kaos i krijuar për shkak se i shkakton jashtëzakonisht shumë probleme gjithë qytetarëve të Prishtinës, por edhe me gjerë. Ata që kalojnë rrugët të Prishtinës kanë më arsyetuar sepse vetë përballen me një situatë të tillë. Shumë faleminderit. Ishim në lidhje direkte me deputetin e Kuvendit të Kosovës, dikur ka qenë pjesë e lëvizjes vendosje, më pas është larguar nga ky subjekt politik dhe ka themeluar pra koalicionin për familje, dhe tash lista për familje i bashkohet në një koalicion Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për një dallaver me një të ndër në komunën e Gjilanit. Fjala është për disa tabela digjitale. Është arrestuar atje pronari i kompanisë. Tabela tradicionale ende janë pjesë e klasave në shkollat e Kosovës. Gjilani synoi ndryshim duke kërkuar që shkollat e mesme të furnizohen me tabela digjitale. Por hetimet e policisë e prokurorisë në Gjilan treguan se kompania fituese dyshohet që kishte paraqitur certifikata ISO të pavlefshme. Në qendër të këtij rasti qëndron Visar Krasniqi, pronar i kompanisë Infinit SHPK. Për të, prokuroria thot se ka paraqitur dokumente në kundërshtim me standardet. Sipas njoftimit të prokurorisë, Visar Krasniqi, dyshuari për këtë rast, është intervistuar në praninë e avokatit të tij mbrojtës, derisa prokurori çështjes ka lëshuar vendim për ndalimin e tij për 48 orë. Hetimet për zbardhjen e rastit po vazhdojnë ende. Autoritetet dyshojnë se është kryer vepra penale, mashtrim në prokurim publik e sankcionuar sipas nenit 415 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Por ajo që mbetet e domosdoshme është nevoja e shkollave për digitalizim, ndaj procesi duhet të ecë përpara pa vonesa e mashtrime. Këto ofrojnë procedurë interaktive për mësim nxënje dhe mësim dhënje, pra nuk përdoret shkumsi ose metodat më konservative, po përdoret metoda më bashkëkohore, më alternative të mësimit dhe të përdorimit në përgjithësi të objekteve si në lëndë ndryshme në gjeografi, fizik, matematikë e kështu me radhë. Sipas informacioneve zyrtare, rasti që u bë publik të martën lidhet me aktivitetin e prokurimit furnizim me tabela të mençura për shkollat e mesme në komunën e Gjilanit. Aty një nga kriteret kyçe ishte dorëzimi i dokumentacionit valid për standardet ISO. Kthehemi në studion e emisionit frontal për të nisur bisedën e dytë me anëtarin e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputet aktual i Kuvendit të Kosovës, dikur nënkryetari i Prishtinës, zotin Alban Zogaj. Alban, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit që je pjesë e emisionit frontal. Krasi gjithmonë. Faleminderit shumë. E kishim një musafir paraprakisht, kishim planifikuar që ta kemi në studio, po tha bllokada e Prishtinës, u dash mu lidh direkt. Nuk e di e po të tiket këtë bllokadë kryqëzitetit. Po e ke fjalën në kuptimin e trafikut, të komunikacionit, me të vërtet është i ngarkuar trafiku, si gjithmonë, këto ditë edhe më shumë për shkak të lëvizjes të vogël të autobusave ose me thonë të bllokadës totale me autobus të qytetit. Menjëherë kur ka mungesë të autobusëve, normalisht familjet, njerëzit i përdorin makinat e veta. Sot gjithashtu edhe shiu, edhe e ka bo një situatë të tillë. Na që 3 ditë po flasim për këtë blokadën që është krijuar për greven që janë punëtorët atje, apo na tregon se ti ke qenë deri para pak muajsh edhe nënkryetari i komunës së Prishtinës. Ku ka probleme që pra trafiku urban nuk po funksionon, nuk janë pagu punëtor, ku është problemi? Prishtina e menaxhoi këtë vit, pra komuna e Prishtinës me telashe shumë të mëdha me buxhetin, duke pranu buxhetin e vetë në bazat të vitit të kalum, pra të vitit 2024, pa buxhet të aprovum të vitit 2025, dhe duke elshu Ministria e Financave buxhetin e Prishtinës në baza mujore. Sikurse këstet, se ashtu e thotë edhe ligji, do më thonë 1/12 ju ka elshu në vazhdimsi. Dhe kësisojën grumbullu edhe borxhet e obligimet e komunës Prishtinës, deri në këtë mas, sa tash jemi para një kolapsi. Pra, janë mbledh obligimet ndaj kompanive publike, po janë mbledh edhe obligimet ndaj kompanive private. Deri tash është menaxhu sepse gjithmonë ka qenë një shpresë që po lëshohet buxheti. Po miratohet nga
kuvendi i Kosovës edhe pëlshohet buxheti. Por ajo që është fatale, Arsim, në këtë diskutim, ajo që është fatale është mungesa e vullnetit qeverisë Kosovës me ilshu parate komunës Prishtinës që i takojnë asaj. E ato janë tyrat vetanake që i mbledh komuna e Prishtinës. Edhe të vitit kalum... Parat e komunës Prishtinës e menaxhon Ministria e Financave, ato i lëshon... Shqeqani, sistemi që funksionon sistemi i financave publike në vendin tonë është që parate krejt komunave të Kosovës shkojnë thesar dhe mandej thesari i lëshon në bazë të nevojave dhe kërkesave dhe faturave, ja u lëshon komunave, komunat masaj i bëjnë pagesat. Se s'po i lëshon Ministria e Financave? Është e pakuptimt. Ne po konsiderojmë që kjo është totalisht bllokat politike, se nuk ka asnjë arsye, nuk ka asnjë racionale tjetër me i ndalë parat e Prishtinës. E sidomos tyrat vetanake, absolutisht e jashtëligjshme. Jo, e jashtëligjshme për me lëshu në këtë formë që ju po kërkoni. Jo, lutem. Ne nuk po e kërkojmë buxhetin e plot të komunës Prishtinës me ulshu. Ne po thojmë, okej, nuk është votu buxheti i Prishtinës në kuvendin e Kosovës, se në kuvendin komunal është votu, por nuk ka arrit me hy në kuvendin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës i pat të lashet e veta dhe nuk u konstitu për mujtë të tonë. E patët një mundësi, Alban, për me votu në po ishte tërësisht e jashtëligjshme, Arsim. Ne nuk mundemi me kriju precedent të rrezikshëm për vendin, ju lutem. Pra ajo seancë e thirrur minutat e fundit, 2 orë para se mandatari i dytë me propozu qeverinë e re, u thirr një seancë krejtësisht jashtëligjshëm, antikushtetuese, antiligjore, antirregullore së kuvendit të Kosovës. Se Lumira Abdixhiku e bëri një postim, tha na kemi qenë të gatshëm për ta votuar. Patjetër, nëse do të ishte pako e presidentes, ku presidentja kërkon nga kuvendi i Kosovës që të votohet një pako e ligjeve, ku do duhet përfshihej ligji i buxhetit Prishtinës, ligji i buxhetit të Gjilanit, sepse edhe Gjilani ka një problem të absolutisht, e ka një problem të ngjajshëm dhe fondet e Evropës. Por asnjë lëvizje nuk u bë. Asnjë lëvizje. Kjo na bën neve me tregu. Lëvizja u bë ditën e fundit. Po u bë ditën e fundit për show politik, jo për ta zgjidhur problemin. Ne jemi të bindur që ajo seancë e thirrur ka qenë vetëm për fushat, sepse ne jemi në fushat. U shpallën zgjedhjet, jemi në fushat, ka qenë për show politik. Kjo që ka po ndodhur me komunën e Prishtinës dhe me fondet e komunës Prishtinës është e paprecedent. Kjo nuk ka ndodhur në vitet e kalume. Edhe asnjëherë nuk mundet me ndodhur. Qytetarët nuk i intereson arsyeja. Ata e dinë që komunën e Prishtinës u dhëq Lidhja Demokratike e Kosovës me përparim ramën në krye. Ata fojnë e kërkojnë ose zgjidhjen e kërkojnë te jo. E kërkojnë tek ne po ja u shpjegojmë dhe po themi që zgjidhja e problemit është te Ministria e Financave dhe te kryeministri. Kryetari Rama ditë doli bashkë me ta në protestë, pra i u bashku protestës punëtorëve, edhe të ndërmarrjeve publike, me shumë të drejtë. Tha unë jam pjesë e juja, që po bashkë po protestojmë, para dyrëve të kryeministrisë, dhe gjithashtu kryetari Rama kërkoi takim me kryeministrin e me ministrin e Financave, në detyrë. Hajdeni ulemi e gjejmë zgjidhjen e cila është fare e thjeshtë. Vetëm duhet me u leju bartja e mjeteve të hyrave vetanake që janë të komunës Prishtinë. Sa janë këto pare? Këto janë 35 milion në një anë dhe 28 milion në anën tjetër. Pra 28 milion të vitit 2024 e 35 milion të vitit 2025. Edhe njëra prej këtyre me ulshu në funksion, zgjidhet problemi i këtyre blokadave, zgjidhet problemi i pagesave, por nuk kanë vullnet, nuk kanë vullnet as për takim, as për komunikim të rregullt, as për nuk kanë vullnet me zgjidh problemin tërësi. E kanë lëshu një komunikat edhe një letër, ku kanë thonë, votojeni në kuvendin komunal bartjen dhe ne po e lëshojmë. Nesër është thirrë seanca e jashtëzakonshme me asamblejstët e mandatit të kalum. Që po ashtu e po ta fitore ndjetha edhe kjo është jashtëligjshme. Ligji e thot, deri në ditën e konstituimit të kuvendit të ri, ka mundësi asamblejstët e kalum me marrë ndonjë vendim në situatat të jashtëzakonshme. Po tuta po kopet e Kur'an Murati tani edhe të çka arsye. Po nëse kopet shihet ashiqare që kanë tendencë
që kanë tendencë, por që nuk e kanë vullnetin. Ata edhe e kanë propozuar dhe është shënuar edhe në letër që thuhet kuvendi komunal ta voton, ne po i lëshojmë me një herë fondet. Okej, kuvendi komunal është thirrë për nesër. Në seancë të jashtëzakonshme votohet, do të votohet me gjasë nga të gjitha grupet politike. Është situatë emergjente, i lutem, fondet janë. Pra nuk ka mungesë të fondeve. Fondet janë aty. Krejt çka duhet është një procedurë veç me dalë në llogarinë e komunës Prishtinës, fondet e komunës Prishtinës, edhe mandej me u procedu pagesat edhe me dalë nga ky ngërç financiar absurd. Totalisht absurd. Po, flasim tash për tema tjera, ju jeni edhe deputet e Kuvendit të Kosovës, jeni edhe antar i kryesisë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK është përforcuar edhe me një figurë të rëndësishme, le të themi, Ermalin, të cilën përpos tjerash ne kemi edhe shok edhe ka qenë pjesë edhe televizionit të shtatë. Qysh vizion Lidhjen Demokratike e Kosovës ky proces përpara zgjedhjeve të jashtëzakonshme? Jemi duke u përgatit për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Normalisht kur ka përgatitje për zgjedhje, ka gjithmonë edhe interesim të tillë me ju bashku partive politike. Ne kemi një interesim të madh rreth LDK-s këto ditë dhe kjo na bën shumë të lumtur. Dhe gjithashtu jemi të hapur për figura të tilla, që janë profesionistë, që janë e mira e këtij vendi. Me Ermalin, unë për shembull njihem qysh prej shkollës mesme, prej Gjevdedodës, jemi një gjenerat, njihemi gjatë, një profesionist që ka bërë karrierë në sferën e tij të programimit e të inxhinierisë programimit, dhe tash don me dhon kontributin e tij, profesionalizmin e tij në politikë dhe për zhvillim të vendit. Edhe ne sot edhe aty në diskutimet tona që i patëm, e thamë që na duhen njerëz të tillë, në çdo sferë të jetës. Na duhen njerëz të tillë në art, në kulturë, në sport, në programime, në inxhinieri, në IT, na duhen në ekonomi, jurista, krejt, doktorët, pra në çdo sferë të jetës. Këta profesionistë po na bashkohen, jemi të lumtur, kjo tregon që LDK e para është atraktive për profesionistë të tillë, por e dyta tregon që është e hapur për njerëz të ri dhe ne i ftojmë të gjithë. Kush janë tjerë? Bashkohuni me ne, ka dhe të tjerë që kanë me ardhur ditët në vazhdim, nuk po du me i prish befasit, por ju garantoj që në ditët në vazhdim do të kemi disa emra, disa profesor, disa analist. Po, do të kemi edhe prurje të reja, kështu të themi, ose antarësime të tilla të reja, po hyjmë në zgjedhje me një ekip. Nuk mund të flas me emra, ju lutem, sepse nuk i kam krejtësisht të konfirmume, duhet me u konfirmu, do të ishin në këso forme në ditët në vazhdim, sepse edhe nuk ka kohë shumë. Nuk ka kohë shumë. Pra me 7 dhjetor e dorëzojmë listën e plot, të gjithë ta profesionistë që na bashkangjiten, normalisht që kanë me pasur mundësinë edhe me garu në listën tonë. Por dje pas mbledhjes së kryesisë ne e thamë edhe një gjë që jemi të hapur për profesionistë, jemi të hapur për shoqërinë civile, jemi të hapur për akademik, po edhe për grupe politike të vogla që dojnë me u bashkangjit me ne, që e shohin programin e LDK-s si program zhvillimor dhe që e shohin vizionin e misionin e përbashkët për zhvillimin e këtij vendi. Dhe që janë kundërta e kësaj që ka ndodhur deri tash. Një gjë du më thonë. Po pes për nismën se është raportuar se gjatë ditës, kur do ta zyrtarizoni koalicionin me nismën? Ne do të garojmë në zgjedhje me emrin ton. LDK. Pra LDK. Jo LDK nisma eventualisht. Nuk do të ketë koalicione të tilla parazgjedhore, do të ketë një listë që është lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra ne do të garojmë me emrin ton. Ata që dojnë me u bashku me ne në këtë listë dhe me programin tonë të cilin e kemi të qartë, programin e kemi prezentu në shkurt, e kemi prezentu besa edhe në tetor në zgjedhjet lokale, ky është programi i LDK-s për zhvillimin e vendit, ky është vizioni jonë, e janë në bashkangjitje. A pajtu nisma me këtë vendim që pra me kon koalicion mirë, po logo do t'jetë emri LDK-s, nuk ka Ka biseda të cilat po vazhdojnë, pra me disa grupe politike, jo vetëm me nismën, ka edhe grupe
të tjera politike ma të vogla, po ju e përmendet edhe AKR-n, edhe mandej një partnerioni i vazhdueshëm që është PSHDK e kështu me radhë, me thonë, disa grupe politike të cilat kanë shpreh interesim me garu së bashku në zgjedhjet e radhës. Kjo na bën të lumtun, sepse tregon që njerëz edhe grupet politike kanë besim tek LDK. Dhe ju lutem, domethënë, dikush që don me ardhe dhe me u bashkue, sidomos me hyrë në listën tonë, kjo është edhe një farë lloj besimi që na jepet, andaj jemi në bisedime dhe krejt këto do të bëhen publike shumë shpejt në ditët vazhdime. Të vë shumë një fotografi të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, po më duket ka qenë dita kur është nominuar Lumir Abdigjiku për kryeministër dhe një pyetje që bëhet vazhdimisht është pse duhet të ketë një rezultat, pse pret një rezultat ndryshe me një kandidat të njëjtë. Lumir Abdigjiku ka qenë edhe para 7-8 muajve, domethënë Lidhja Demokratike e Kosovës është renditur e treta. Çfarë do të ndryshoj tash që me kon Lumir Abdigjiku kryeministër? Ne besojmë shumë që kjo çfarë ka ndodhur në vitin 2025 në vendin tonë ka reflektuar tek qytetarët e Kosovës. Tani ne presim një rezultat tjetër, normalisht në zgjedhje të reja dhe një konstelacion politik krejtësisht tjetër. Ajo çfarë ka ndryshuar është që qytetarët e Kosovës e kanë pa çfarë po ndodh në vitin 2025 në Kosovë, e kanë pa që Kosova po ngec e po shkon prapa dhe këtë ngecje e këtë stagnim total, qoftë në ekonomi, qoftë në skenën politike, qoftë në aspektet shoqërore, duhet me ndëshku dhe me na dhon shansin që ne të ecim tutje ta zhvillojmë këtë vend. Kjo ka ndodhur, qytetarët e Kosovës e kanë kuptuar këtë punë, kush është fajtori i kësaj ngecje, i kësaj bllokade të një vitit plot, dhe ne presim normalisht rezultat shumë më të mirë kësaj radhe. Po pjekën kushtet, rezultati do të jetë më i mirë, LDK do të jetë në një pozicion shumë më të favorshëm politik, dhe unë jam i bindur që pas zgjedhjeve të dhjetorit e në janar, ne do ta kemi një konstelacion tjetër politik çfarë është sot. Në fakt, ju po thoni që LDK ka qenë është në pozicion të mirë, por kanë qenë disa telashe që kanë përcjellur në zgjedhjet lokale, sidomos ky pjesa e balotazhit që keni pas disa telashe, për shembull me degën e Vushtrisë. A janë të kalu këto probleme apo? Dega e Vushtrisë e mori një vendim, në fakt edhe jo dega si tërsi, por kryetari i degës e mori një vendim, për cilin ne kemi reagu, ka pas edhe një deklarat publike të LDK-s, ku nuk e përkrahëm atë vendimi cili është marrë një anshëm totalisht dhe pa koordinim me udhëheqjen. Kishte pas koordinim, sepse u publikuan komunikimi që ka pas me kryetarin Lumir Abdigjiku. Ju lutem, ato janë komunikime të vazhdueshme, por në fund merret një vendim. E vendimi është i rëndësishëm, jo komunikimi deri tek vendimi. Edhe ajo shpërfaqje për shembull ose publikimi i komunikimeve të mbrëmshme, të cilat janë të vazhdueshme për kohë të gjatë është jo etik. Kryetari i degës pastaj dha dorëheqje, tash vonë dha dorëheqje dhe ne do të shohim se si ecim tutje. Keni paralajmëruar, madje Lumir Abdigjiku ka thënë na lejoni të kryhet balotazhi dhe ne do ta marrim vendimin për Xhafer Tahirin. Kemi procedura arsim ne. Në partinë tonë politike, në bazë statutit tonë kemi procedurat. Në për procedura do të kalon edhe kjo temë. A ka nisur procedura apo? Fokusin e kemi tek zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe nuk po lejojmë që, si me thonë, ndonjë incident aty këtu me na e marr fokusin. Fokusi tek 28 dhjetori. Ne kemi caktuar një komision atë ditë në mbledhjen e kryesisë, kemi caktuar një komision i cili do ta vendos një ushtrues detyre apo një koordinator të degës, sepse dega sot është pa udhëheqje dega e Vushtrisë. Ne nuk mund të futemi në zgjedhjet e 28 dhjetorit pa një udhëheqje në degën e Vushtrisë. Meqense kryetari ka dhënë dorëheqje i LDK-s atje, ne tash e vendosim një koordinator deri në zgjedhjet e 28. Xhafer Tahiri LDK
apo vetëm ka dhënë dorëheqje nga partia? Ka dhënë dorëheqje nga pozicioni i kryetarit të Degës. Po, pra i vazhdon me KLDK. Dhe vazhdon të jetë antari i Këshillit të Përgjithshëm, antari edhe i kryesisë qendrore. Deri në një vendim të LDK-s, besoj. Këshillin e Përgjithshëm e kemi thirrë, do ta kemi mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm me datë 1 dhjetor. Kryesia faktikisht vendimet e veta tash i paraqet edhe para Këshillit të Përgjithshëm me datë 1 dhjetor, ku diskutohen temat kryesore, mandatari, përbërja e listës, edhe këto aspektet e si themi, bashkëpunimeve të mundshme për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe Këshilli i Përgjithshëm pastaj i voton edhe merr vendimin final. Po shohim këto aderimet pra në Lidhjen Demokratike të Kosovës, atë figura që nuk ka qenë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë, por po duam të pyetja, mund të befasoni pra me rikthimin e disa figurave të Lidhjes Demokratike të Kosovës në garë për deputet, e kam parasysh këtu Agim Veliun. Unë me sa kam marrë informacione, me sa po ndëgjoj, edhe pse nuk janë akoma të konfirmuar, domethënë ne jemi tash në proces të kandidaturave. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës ka një proces që zhvin kandidaturat. Degt kanë rol shumë të rëndësishëm. Degt e LDK-s. Degt propozojnë tek Kryesia Qendrore pastaj e voton listën finale. Andaj ne po presim që tani gjatë këtyre ditëve degët e LDK-s në krejt Kosovën, në Prishtinë kemi 5 deg, me i propozu kandidaturat e veta. Këshilli i Përgjithshëm me 1 dhjetor e jep edhe kuotën për çdo deg. Në bazë të ekziston një formulë në bazë të votave, në bazë të madhësisë së degës, në bazë të votave, në bazë të performancës, në bazë të edhe të funksioneve që i kanë aktualisht, secila degë ka një kuotë të caktuar të kandidimeve, të propozimeve. Andaj degët vinë me propozime, pastaj një pjesë normalisht është si me thonë, ekskluzive për partnerët që vinë nga jashtë, dhe një pjesë mbetet për këto, si themi, aderimet e reja. Pra, ka një proces... Se ju sa aderimet keni nisë, po do me mejtë vema për dikon tjetër. Pra, ka një proces ku vinë propozimet, merret vendimi final, votohet në kryesi të LDK-s, Këshilli i Përgjithshëm, ecim tutje me 7 dhjetore dorëzojmë në KQZ, andaj degt i propozojnë kandidatët, edhe pastaj normalisht kryesia i shqyrton dhe merr vendimin final. Dje në këtë studie pata deputetën e Lëvizjes Vetëvendosje fitore Pacollin edhe përmendin një fakt sipas saj, tash ju mundi më korrigju, thotë që na nuk mundem me bashkëpunu me Lidhjen Demokratike të Kosovës, parti kjo e cila e ka krahasu Albin Kurtin me Slobodan Miloševićin. E kam të vështirë edhe me komentu këtë deklarat, mi thonë drejten. E para nuk e di hiç fare për çka e ka fjalën. E dyta, ata nuk mundën me thonë e kemi të vështirë me bashkëpunu me LDK-n, kur neve në vazhdimsi na kanë bërë ftesë me bashkëpunu me ta. Në vazhdimsi na kanë bërë ftesë. Ne jemi ata që fillimisht edhe deri tash ju kemi thënë jo dhe për arsye shumë konstruktive. Pra ne kemi thonë nuk mundemi me bashkëpunu me dikë të cilët kanë keq qeverisë në 4 vitet e fundit, të cilët e kanë shkatërruar ekonominë e Kosovës, të cilët i kanë shkatërruar marrëdhëniet tona me partnerët tonë ndërkombëtar dhe e kanë kthy prapa Kosovën për disa vite në shumë sfera të jetës. S'mundemi bashkëpunu me ta. Dhe gjithashtu nuk mundemi bashkëpunu me ta duke marrë parasysh edhe një fushat të fundit tepër linquese, e përqarse, e ofenduese. Pra ne duhet me tregu edhe për qytetarët e Kosovës që nuk mundesh një ditë përpara me ofendu Lidhjen Demokratike të Kosovës e me quajtë edhe bashkëpunëtor të Serbisë, e të nesër më mandej me eftu në bashkëqeverisje e me eftu në koalicion. Pra ka një hendek, ka një diferencë aktualisht, edhe ideologjike, edhe konceptuale, edhe programatike, po edhe ka një diferencë në temat kryesore, ne nuk pajtohemi me ta në temat kryesore për zhvillimin e vendit. Nuk pajtohemi me ta në relacion me partnerët tonë, me sjelljen e tyre ndaj partnerëve tonë ndërkombëtar, ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndaj Shteteve të BE-s, ju lutem mos ta harron
ky vend, qytetari i Kosovës, mos harron që ne jemi në izolim të plot. Kujtojeni një vizitë të fundit në Kosovë, kujtojeni. Ose kujtojeni një vizitë të ish kryeministrit në ndonjë vend të botës, një vizitë zyrtare serioze ku është ftu një investitor apo ku jemi fut në një projekt ri. Ne jemi në izolim ndërkombëtar, jemi nën sanksione të BE-s, po jemi edhe në një lloj sanksionimi edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata po i ndalin programet me Kosovën çdo ditë. Këto janë sinjale, ju lutem. Kush e kupton diplomacinë e din që këto janë sinjalet e shteteve kur don me ta ndërprer komunikimin edhe bashkëpunimin. Andaj, ajo që po themi ne është që Kosova është në nivelet më të ulta të bashkëpunimit ndërkombëtar, po edhe nivelet më të ulta të zhvillimit. Asnjë projekt nuk ka ecë tutje, ju lutem, asnjë projekt. Ekonomia është e rënduar, kemi me ndi ekonominë e rënduar në këto muajt e fundvitit. Pinim çdo ditë valla. Në nëntor, në dhjetor, tash kur vijnë faturat e energjisë elektrike, në janar besa. Sepse kemi zgjedhjet, nuk e nim fare. Sepse deri tash na ka mbajt pak edhe infuzioni që na jep në vazhdimsi mërgata jon e dashur remitencat. Por tash muajt e fundit, muajt e dimnit kanë qenë shumë të vështirë për këtë vend. A do të vinë mërgata me votu për lidhjen demokratike të Kosovës, pyetja e fundit dhe shumë shkurt? Ne në zgjedhjet e tetorit kemi qenë fitues në votën e mërgatës. Pse atë është problem për LDK-n? Absolutisht s'ka kur fat problem. Zgjedhjet me kon me 28 dhjetor. Ne kemi argumentuar që zgjedhjet me 28 dhjetor janë problematike me u menaxhu për arsye se janë në mesin e festave të fundvitit. Krishtlindjet viti i ri. Ju lutem, veç një gjë do të më kuptoni. Numrimi i votave ka ndodhur në ndrimin e motmoteve. Mundësia për me vjedhën ndoshta. Po jo ajo, por njerëzit janë në pushime, njerëzit janë me fokus te festat, dojnë me qenë me familjet e tyre. Pra ne kemi mira vëzhgues në krejt Kosovën, mira komisioner, mira njerëz që angazhohen në zgjedhje. Është një armatë tonë që angazhohet në zgjedhje. Ata kanë me qenë larg familjeve të tyre në ndrimin e motmoteve. Kjo me njëherë krijon një si me thonë, një ndjenjë të mirë. Në vend që me qenë me familjet e tyre me prit vitin e ri, ata kanë me qenë duke i numru votat e zgjedhjeve. Ne kemi me i menaxhu zgjedhjet, sepse ne kemi pranuar datën, por kemi argumentuar që kjo është datë e papërshtatshme. Propozimi jon ka qenë me 21 dhjetor, datë më e përshtatshme se 28 dhjetori. Por ka marrë fund kjo punë. Tash jemi para zgjedhjeve, ne do të shkojmë në zgjedhje të përgatitur, do t'i menaxhojmë ato në mënyrën më të mirë të mundshme, sikurse jemi duke i menaxhu. Ky vetë besa edhe na shkojmë me zgjedhje, ja kemi marrë dorë. Lusë vitit tjetër me gjos ka me pas zgjedhjet. Falenderoj shumë që ishe sot në Frontal. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit ju të nderuar shikues që keni qendruar në emisionin Frontal. Këtu po japim fond për sot këtij emisioni, sigurisht që në shoqëritë e emisioneve të tjera këtu në televizionin të shtatë.